Shikues të lajmin e, jemi në fund të Ramazanit e në këtë fund Ramazan kemi vendosur që me arë në fshatin Budakov të komunës së Suarekës, ku për iftar sonte na presin Avde dhe Haxhere Palushaj. Iftar në natës së Kadrit, unë nisëm të ndaj me Avdiun e Haxherën. Në natën e madhe filloi edhe shiu, e ne vetë se kishim burritur tek dera e shtëpisë së tyre. E kësaj radhe po e hanim edhe një tjetër iftar të një familje tjetër bujare e fisnike. Të zotët e shtëpisë me buzëqeshje na pretën e na uruan mirëseardhje. Baci Avde dhe të Haxhere, faleminderit shumë që na pritët në këtë iftar. Faleminderit që keni ardhur. Gjatë kohës që iftari po shtrohej, ata na rrëfyen pak edhe për jetën e tyre, për muajin e Ramazanit e për ushqimet e preferuara. E veçanta e këtij iftari ishte edhe ushqimi, i cili ishte përgatitur nga një 18 vjeçar, por që ishte kuzhinier i kualifikuar. Ky ishte djali i vogël i shtëpisë. Në familjen tonë Ramazani ka qenë shumë i rëndësishëm. Gjithherë e kemi marrë shumë mirë, që është tradita jonë me mysafir, kemi shku, kemi ardhur, kemi përgatit ushqimet më shumë të tradicionale, po edhe qysh kemi pas mundësi, as sa kemi ditë, as sa kemi mundë. Po tash pak ka ndryshu pak kurat, jemi gjithë një biznes familjar të vogël e kemi, edhe nuk po mujmë ashtu qaq mine gati këtyne punëve, po me gjithë atë prapë Ramazani e ka vendin e vetë dhe respektojmë shumë. Me çfarë biznesi? E kemë një market që punojone me djalin e madhe, me vajzën edhe me punëtor. Bashkëshorti punon në restorant me djalin e vogël edhe punëtor. Kështu edhe gjithë familja jem të angazhuar prej mëngjesit deri në orët e vona punojmë bashkë. Na këna prit me gzim për na konë të vajzën, se bëshin ma mirë në ushqyje, përgatisin ma mirë. Edhe gjithmonë këna pas respekt për kura Ramazani, mu i shajt i Ramazani. A keni pas mysafir? Po, edhe mysafir këna pas, edhe na kanë boj iftar për i shit, edhe këna marrë për i shit misht, këtë se bepe gjashtu. Këna këthy darka, na kanë këthy darka gjithmonë. Çka ju merr malli ma shumë prej asaj kohe? Prej asaj kohë na merr malli dashnia, respekti u konë shumë i veçantë. Edhe i kemi prit mysafirët me shumë respekt, me shumë dashni. Tashti pak janë zbe pak këto senet, po megjithatë prapë e vazhdojna, prapë i respektojmë edhe këto tradita tonë. Unë e di që jeni në zonë shumicën e kohës, sidomos kohëve të fundit prej që keni restorantin e juj, po çka keni pas qef ma shumë, për shembull këtyne herë me qitë për iftar, për syfër, se e di që tash nashta shumicën e kohës nuk përgatitni vetë në shtëpi, po zakonisht tubimet që janë bën dhe to mbledhijat që janë bën, iftarët që janë bën, kemi përgatit prej supës, llokuma, kolpite, flija, sarma, tavat, këto janë kanë senet kryesore që çdo familje i ka ba. Edhe tjera që kanë pas mundësi, po këto janë kanë gjithherë. A gjavditja, kinaj ushqim preferum që e ke pas qef kur ke kanë majri ose kur ke qenë fëmijë që ke pas qef gjithmonë me pas në sofër? Vallaj gjithmonë e kanë tonat mira se kena marrë me bujqësi, kena pas dhe tona, lop tona, gjithmonë kanë qenë nivel. Sidomos djathi mirë, kosi mirë, bukët e mira që i ka tujtë nana me qerep, pra me t'i pas shpirti, kanë pjek edhe me furë tani ma volë, mirë për bukët e qerepi janë pas dhe mësushme. Me qerep me ato? Po me qerep që kanë qerepi. A praktikani hala këtu të lokali juja, bëni ashtu me qerep? Tas ma shumë përdorën furën elektrike aty me furë të tjeku. Ne kemi edhe furën e drunit edhe aja punon. Që në fillim mas lutës, ka qenë djali i parë i familjes, që na ka hinë shumë nërkrah edhe ka punu shumë, u kon njeri shumë marakli, ka punu në market, për marketit ka dalë me borën, dëshin në restorant mu lidh, a ditë 2 lokale, ka punu
qysh ka ditë në shkollë në Tiranë, kështu nuk ka kry, po u kanë marak edhe ka dhez puna ti pulat e këto senët i kanë dhez shumë. Mas këti, djali i vogël është i ri, ky mas luftës se kemi lind, edhe tash për me u bon të dytë me rëp një biznes, na vdasht me çu djalin edhe i pëlqejke, se u lidh ke i tu punu me të madhen edhe nisi me i ngjak puna. Vendosëm edhe vetë vendosim me shku mu regjistru në kurs, është edhe në shkollë, shkollën e mesme ala se ka kry, po edhe në kurs në Tiranë, atje i shkoj mirë, u certifiku si kuzhinier i mirë, edhe po fillon tash për man punën tamam. A ka nëjë ushqim të preferum që bën djalje që ty të pëlqen shumë? Po, djali mishin e nërejq shumë mirë, e nërejq pulat, ka fillu djali madh, pra vazhdan edhe i vogli me qatë punë, edhe që e pëlqej njerëzit mas shumë, t'i ban pizza, pleskavica, mish në të lloj-llojshme ndrejq, por qysh janë porosit tonë ka thonë. A i din edhe ma shumë specialitete të ndryshme, peshqi, sallatat ndryshme krejt, po hala nuk ka hanë të tona, nuk ka marrë ajo pjesë, ajo sistem, ajo ushqim, ajo kërkes, që me marrë më dhezë. E gradualisht, djali tash fillon me këto ushqimet, tash ti pak ma special. Ma specifike. Po, ma specifike, që i dojnë trit ma shumë. Se këta shka janë kjo mosha e mesme, nuk ngajnë edhe shumë mas aty në ushqime, na kemi shtërit ka mosit që vinë ekstra për mish, për pula, vinë ekstra. Po për këto lazanjet e këto shpagetit e këto bifteke, ramsteke, këto ma shumë t'i shkon tarageti këto, edhe pullet na shkojnë mërzakonisht shumë, që vinë njerëzit marrin rrugë për qëto sene mas shumë t'ja, ka tjera sene që bojnë ma special, ma pak të tri që hojnë. Familja është që i si gjumëturisë, qofshin prezent ose jo, frymojnë apo jo, ata përsëri janë të pranishëm në xhirin familjar. E zonja e shtëpisë Haxhere Palushin na tregon pak për trungun e tyre familjar. Këtu e kemi trungun familjar, fotografit e të mëdhajve të shtëpisë. Këtu është vjerë jam edhe vjera. Këtu është gjyshja, një grua shumë bornore, shumë fisnike. Nona e vjehrit, Bibiana? Nona e vjehrit, që është e përmene ne i pari. Edhe këtu është baba jam edhe nana jam, një figurë shumë interesante dhe shumë njerëz që kanë pas emën të dy familjet, ka qenë shumë të mira. Edhe dashën për neve. Edhe dashën për neve natyrisht, po dhe janë kanë për një dasht të dy parë. Këtu janë fëmijët e mi, djali madh, qika madhe, qika vogël dhe djali tasht, që është për kuzhinjer. Që tash ka dhejta? Vajza është kjo e ndjera që mu ka njët në luft, edhe une me bashkëshortin. A këto e keni bo montazh? Këta e kemi marrë prej fotos tjetër, e kemi bashku me këta, se mu ka duk që s'ku mujt me largu bilin mes të fëmijëve të me në fotografi. Këtu është djali madh me nuse, këtu jam une me të shku me marrë nusen. A në kam keni shkua? Kemi zbrit një kohë, se kemi pas që ashtë rrugën nga të nusës. Këtu jemi gjithë familja. Kjo gjithëherë e ka vendin këtu, edhe fëmijëve të mi me ju tregu, kush janë kanë familje tanë si nga ona burrit, një familje shumë e mirë, shumë e ndershme dhe shumë fisnike, a një ashtu edhe familje jeme, që me të vërtet ja vlen me përmen edhe me pa në foto këtu. Koha e iftarit erdhi, e ne e ullëm duke pritur thirrjen e ezanit. Ishim vetëm ne, pasi që i zoti i shtëpisë duhej të punonte në atë kohë. Por Haxherja na dha leje dhe ne filluam të shijojmë ushqimet e përgatitura nga kuzhinieri i ri i shtëpisë.
Shumë faleminderit për shkak të punës tonë që kemi, të bizneset tona familjare, i zoti shtëpisë po na mungon, edhe fëmija që ninojnë, që agjerojnë Ramazanin po na mungojnë, po gjithsesi faleminderit. Faleminderit ju as pari që ke ndo kohën për neve. S'ka pse. Iftari veç u ba, juve ju baft mirë. Shumë faleminderit. Zoti inshallah jo pranon lutjet e agjerimin ata që majnë, edhe që kanë mundësi me majtë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Ramazanin gjithë e kemi prit me shumë vullnet, me familje, kemi ninu përpara gjithë, kemi prit mysafir, kemi shku mysafir, senet më të kërkushme që janë kanë, më të vleshme që janë kanë atëherë, janë kanë flijat, janë kanë sarmet, se zakonisht mu mush se në Kallabllëk u dasht gollashi, janë kanë qëtu kolpitet, që janë kanë ma të preferune, që i kemi qitë gjithë, edhe kështu Kallabllëk, nuse bëll, për hizmet bëll, për mi prit mysafir, ka pas njerëz që i kanë prit mysafir. Jam kon pak problematike, edhe qika kur jemi kanë me atë motrën teme që du shumë, krejti du, po ata ka motër shuqe dhe gjithçka. Kur jemi kanë qika, gjithherë diqysh ja kom basi me hile. Kemi pas punë të mi ba, aja ka pas mëngjesin shumë nuk e ka dasht. Unë jam që herët gjithë. Edhe tashtë unë ju kum gra punëve do kryesorët, edhe tashtë ajo tënë ditën ka vazhdu me punë tjera, unë kum thonë unë jam qunë mëngjes, i kum kry punë, tashtë ja kum lanë. Edhe më pengon kjo pjesë se diqysh ja kum basi me hile më duket. Edhe nuse kur kum marrë këtu, vllaznia me e kemi pas udhën që u pa ka kanardë. Kanardë të motra, hajde, unë jam ka të qitë flije dhe ata pe atjete kanë vrej që jam unë. Se unë qitë rënat e flis e gjuj me shtag darda, plëto borre edhe gjuj dardat në tokë. Ose qitë rënat e flis e hyp në dardë, merë dardë. Edhe vllaznia e kanë ditë, kanë thonë që kja është haqerja, se kja që shto banë. Jam kom pak problematike edhe diqysh nuk kom. Edhe nashta kom ranë familje që nuk janë kanë bash ashtu më të këqyrë si nusja shka po banë, e kom një vetin shumë të lirë, si te vllaznia, si këtu, e kom një vetin shumë të lirë. Zonja e shtëpisë, Haxherja, ka edhe një urem për të gjithë besimtarët me rastin se është duke u afruar edhe festa e Bajramit. Faleminderit që keni ardhur ditën më të veçantë të Ramazanit. Një ditë shumë e madhe, një ditë që që të regojmë gjithë hoxhallarët dhe krejt, që është kjo ditë edhe hiq mës me mujtë kërkosh me ninu, këtë ditë është e vleshme sa krejt Ramazani me ninu. Faleminderit juve. Faleminderit që keni gjejë kohë me ardhë, me na vizitu në këtë ditë veçantë. Edhe mes që më dha fjala, më dha rasti, dua t'i përshëndes të gjithë muslimanët edhe popullin shqiptar, ditën e Bajramit, festën e Bajramit, festa e madhe e gjithë neve që është. Inshallah Zoti në gjithë familjet shtron bereqet, e inshallah i kanë gjitha të mirat krejt familjet. Shumë faleminderit ta Haxherë dhe ty që na ke prit, edhe shtash kisha kërku leje. Po vazhdojnë edhe na. Faleminderit shumë për mikpritjen edhe paqe gjithmonë inshallah. Faleminderit, paqe gjithmonë, lumturi e gëzime në familjet tuaja, që po vini e pinderoni edhe familjet tjera dhe tek qëni traditat edhe që po shkojnë senet të populli jonë gjithherë, derën qele keni gjithherë, ku t'ju vjen mundësia. Shumë faleminderit. Unë me ardhë, faleminderit shumë. Ne u kënaqëm shumë, shijuam shumë çdo ushqim e çdo muhabet. E zonja e shtëpisë u tregua mjaft fisnike me ne. Ani pse nuk ishte prezent gjatë iftarit, ne nuk ishim sidomos përshëndeteshim e ta falenderonim edhe Afdijon për respektin dhe mikpritjen nga ana e familjes së tij, duke i uruar që të mbesin gjithmonë shtëpi e mysafirit dhe faqe bardh, ne u larguam dal ngadal nga ta.